Nuk është cenu asnjëherë rendi kushtetues në Republikën e Kosovës në mënyrën që është cenu këtu 5 vitet e fundit. Angazhimi im, kur e komendu pozicionin, kur jem propozu nga kryetari Hoxha ka qenë kryetari partisë, kryetari grupit parlamentar, kur kemi marrë mandatin e dytë në vitin 2021, sepse para meje ka qenë zoti Hamza, ajo periudha e shkurtër në Partinë Demokratike nga 2020 deri në vitin 2021, ka qenë zoti Hamza kryetari i grupit parlamentar, dhe në mandatin 2021, 2025 dhe këtë të shkurtin jam emëruarën. Gjatë kësaj periudhe, asnjëherë në projektimet e mia, se si do ta bëj punën e shefit grupit parlamentar, nuk ka qenë kjo se do të ballafaqohemi me një parti politike që do të vjen pushtet dhe angazhimin e tyre më të madh do ta kenë me të cënu rendin juridik dhe kushtetues. A keni ditë një gjë të tillë? Asnjëherë jo. Dhe unë gjithmonë. A keni pritë që këta mujnë me shku deri në debatet parlamentare, angazhimin ton parlamentar, siç e tha edhe zoti Imeri, pra me pas deputet profesionist, me pas deputet të cilët kanë përgjithësi, kanë kompetencë në fusha të caktuara, realisht edhe pse shumë prej tyre kanë qenë jashtëzakonisht përgatitur, kanë qenë jashtëzakonisht mirë, nuk kemi pas ambient në kuvendin e Kosovës me diskutu për iniciativa të tilla. A mundet me kujtu dikush cilat kanë qenë iniciativat, domethënë që lidhen me zhvillimin ekonomik në këtë vend që u diskutu, cilat kanë qenë iniciativat për arsim, për cilësinë arsim. Këto iniciativa vijnë nga qeveria, nga ai që udhëheq vendin. Cilat kanë qenë iniciativat, domethënë se që njerëzit i mbajnë mend që kemi diskutu për shërbimin civil, për fuqizimin e shërbimit civil që një kurriz i shtetit ton, i qeverisë ton, cilat kanë qenë iniciativat për përmirësimin e sistemit ton shëndetësor në vendin ton. Prandaj këtu nuk mbohen mend, sepse ose kanë qenë të pakta ose s'kanë qenë fare. Pra angazhimi jon është fokusuar pikërisht në atë drejtimin ku e kemi po angazhimin e qeverisë zotit Kurti. Ku ka qenë angazhimi i tyre? Angazhimi i tyre ka qenë cenimi i rendit kushtetues në një qeveri, një shumicë parlamentare, sepse ato janë vendimet shumicës parlamentare dhe qeverisë, me i përfundu në gjykatë për 4 vite, pa i përfshi këto rastet e fundit që ishin kriza politike që ndodhi nëse i takon kryetari i kuvendit, në kryetari propozime dhe kështu, pa i përfshi ato. Po konstatu se një 50 seanca kanë qenë antikushtetuese. 33, me të ra 33 raste me të përfundu në gjykatën kushtetuese, domethënë është skandaloze. Për një vend ku na shef për botën, për Bashkimin Evropian, ku aspirojmë me shku, sepse aspirimi në Bashkimin Evropian do të thotë rritje e standardit jetesës në këtë vend, zhvillim ekonomik i qëndrueshëm në këtë vend, sepse nuk mundesh me u antarësu duke qenë barë BE-s nesër, po duke qenë një vend me zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, pra ne iniciativa të tilla nuk kemi pas. Pra goditjet që i kemi marrë gjatë kësaj periudhe kanë qenë pikërisht të cenimi i rendit kushtetues. Dhe po i përmendim disa. Për shembull, një pikë goditjeve të para që i ka dhënë qeveria Kurti, që për neve ka qenë e habitshme, ka qenë goditja e stafit civil, e shërbyesve civil në institucionet tona, përmes 3 iniciativave. E para, përmes shkarkimit të bordit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës, që është një gjykatë ku i trajton të drejtat e shërbyesve civil, dhe imagjinoni, pra nëse do të lejonim një gjë të tillë me ndodh, atëherë besoj një zyre e vogël atje në lëvizjen dhe vendosje udhëheqën pikudo, do të na kishte udhëheq një 30.000 shërbyes civil vendin ton. Me janë opozitat, me çit pune, me shtim punë kanë don qysh don, dhe është kundër gjitha rregullave dhe parimeve që ne i kemi ndërtuar këto vite me ndihmën e Bashkimit Evropian.